وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastra të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyre që pasuan në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nga Muadhi radhiyallahu anhu transmetohet se thot isha tha një ditë në xhami me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pasi tha që e krytëm namazin, më erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe më kapi për dorë. Edhe më tha: "O Muadh, tha pasha Allahun, tha unë tha të dua ty." Dhe më thonë, kjo ishte një gëzim i madh, sepse ti thotë dikush pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se unë të dua ty, është shumë normale. Mirë, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ti thotë dikujt unë ty të dua, do kjo është një gradë shumë e lartë që Allahu ja ka dhënë dikujt. Dhe thot Muadhi radhiyallahu anhu, e më tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasha Allahun, tha unë tha ty të dua shumë. Dhe tash tha unë tha do t'i mësoj tha ty tha disa ajete që më kanë zbritur, që nuk kanë zbritur më herët as në Teurat, e as në Zebur, e as në Injil. E cilat ishin këta ajete? Këta ajete pra ishin Surja Fatiha. Surja Fatiha, ose siç është e njohur te na, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, ka një peshë të madhe në, domethënë, te Allahu i Madhërisëm. Për këtë arsye edhe Allahu i Madhërisëm na ka bot neve që në çdo rekat ne ta lexojmë surën Fatiha. Dhe nëse na nuk e lexojmë surën Fatiha, nuk na pranohet namazi pa të. Mirë po, parashot pyetja, pse domethënë kjo sure na qenë ka kaq e rëndësishme? Pse kjo sure domethënë pas ka kaq peshë të madhe? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë sure e ka përmendur edhe me disa emra të tjerë. Ka thënë sab'al mathani, ka thënë 7 ajete shja, sepse i ka 7 ajete. Po domethënë 7 ajete të përsëritura. Po ashtu e ka quajtur Fatihatul Kitab, çelësja e librit. Po ashtu i ka thënë Ummul Kitab, baza ose nëna e librit. Pse? Sepse këto ajetet kuranore që janë, këto domethënë kuptimet e saja ata me fjalë të ndryshme, mirë po kuptimet e kësaja kreta kthehen te, domethënë te surja El-Fatiha. Atëherë çfarë kuptimi na pas ka kjo sure që pas ka kaq peshë të madhe? Fillimisht pa themi Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botrave. Falënderojmë Allahun fillimisht apo Zotin e botrave. Çka do të thonë Zoti i botrave? Zoti i botrave do të thonë Allahu është ai i cili ka kriju të gjithë tokat edhe të gjithë qiejt. Dhe çka ka brenda në to? Çdo send Allahu i ka krijuar. Çdo send do të thonë dhe këta krijesa që i ka bë Allahu, i ka bë i vetëm, me fuqinë e tij, me diturinë e tij. Nuk ka pasur nevojë për ndihmës, nuk ka pasur nevojë që të pushoje, nuk ka pasur nevojë që dikush t'i japë ndonjë ide se si ta bëne kështu se ta bëj ashtu, sepse ai është i gjithdijshmi dhe është i plotfuqishmi. Po, pastaj pasi që i ka kriju Allahu të gjithë këta, Allahu i mbikëqyrën të gjitha këto. A di çfarë do të thonë Allahu i mbikëqyrën krejt tokat edhe qiejt edhe çdo sen që ka në to. Çdo sen që shohmi, tokën, qiellin, hënën, diellin, yjet, krejt këta notojnë. Notojnë domethënë në mënyrë të drejtë dhe nuk ndeshen njëna me tjetrën. Pse nuk ndeshen? Sepse Allahu është ai i cili i mbikëqyrën ata. Çdo kush prej nesh, domethënë çdo kush me çdo lëvizje që e bën, edhe sa që edhe ajo milingona që është në thellësitë e tokës, është në mbikëqyrjen e Allahut të Madhërisëm. Edhe gjethi kur pikon prej drurit, sa druj domethënë ka toka, ka domethënë që ka ndal. Faktikisht çdo gjeth që pikon fillimisht merr leje nga Allahu, por pastaj domethënë pikon. E ky është Allahu i plotfuqishëm. Ky është Allahu i cili na ka kriju neve. Çdo kush në tokë i drejtohet Allahut me kërkesa të ndryshme, me dëshira të ndryshme, me gjuhë të ndryshme, në momentin e njëjtë, të gjithë këta i dëgjon Allahu. Çdo kujt i përgjigjen dhe asnjëra prej këtyre nuk i ngatrohet atij. Përket kjo është kuptimi kur themi Rabbil Alamin. Do të thonë Zot Allahu, Zoti i botrave, krijuesi dhe mbikëqyrësi i tyre. Ar-Rahmanir Rahim, i gjithë mëshirshmi, mëshiruesi. I gjithë mëshirshmi, do me thonë se Allahu me këtë emër të tij është një nga emrat e tij të bukur, që me këtë emër të tij Allahu i mëshiron të gjithë krijesat e tij. Do me thonë njerëzit, muslimanët, jo muslimanët, kafshët, bimët, shpesë dhe kështu me radhë, ata që janë në këtë botë. Ar-Rahim, i mëshirshmi. E me këtë emër, Allah i Madhërisëm, me këtë cilësi i mëshiron vetëm muslimanët besimtarë në ditën e gjykimit. Maliki yawmiddin, sunduesi i ditës së gjykimit. Çfarë do të thonë kjo? Kjo do të thonë se në ditën e gjykimit nuk do të ketë mundësi që të dalë dikush thotë se unë jam më i forti, siç thon këtë botë.
çdo send domethënë do të zhduket, çdo send do të dalet, do të ringjallet para Allahut i dobët. Dhe vetëm Allahu i plot fuqishëm do të jetë ai i cili do të gjykoje se kush domethënë ka qenë i drejtë, e kush ka qenë i mirë, e kush ka qenë i keq, e kështu me radhë. E Allahu atë ditë kur do dalin kret para Allahut do të pyesë dhe thotë limenil mulku al-yawm. E sot kujt i takon sundimi? Sot kujt i takon fuqia? Vetë Allahu do të përgjigjet dhe thotë lillahi al-wahid al-qahhar. Allahut i cili domethënë është i vetëm dhe është mposhtës, pra mposhtës i zullumqtarëve, mposhtës i të keqes. Iyyaka na'budu, vetëm ty të adhurojmë, wa iyyaka nasta'in, dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Këtu dietarët tregojnë një sekret. Te kjo lidhshmëria e ajeteve, pita ajeti i parë deri te ky ajet ka një sekret. Domethënë këtu Allahu na mëson se si na ti lutemi. Kur ti drejtohemi atij me një kërkesë, se si ti rëndisim ata fjalët e jona. Fillimisht pra thamë atje falenderojmë Allahun, thamë elhamdulillahi rabbil alamin. Pastaj e madhruam atë, thamë Zoti i botrave. Pastaj e lavdruam atë, thamë Ar-Rahmanir Rahim, i mëshirshmi. Maliki yawmiddin, i sunduesi ditës së gjykimit. Iyyaka na'budu, vetëm ty të adhurojmë. Tash domethënë falënderim, lavdërim dhe pastaj çfarë? E përmendëm një punë të mirë tjonën që e bëjmë. Ty të adhurojmë o Zot. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. E kjo është lutje. Na udhëzon në rrugën e drejtë. E thon dietarët, kur ti drejtohesh Allahut me lutje, kur ti drejtohesh Allahut me një kërkesë që e ke, që ta don zemra jote, fillimisht falëndero Allahun. Pastaj madhroja atë. Pastaj përmende një punë të mirë tjotën që e ke bë për hir të tij. E pastaj domethënë bën lutjen që e ke. Nëse kështu i rënditen fjalët dhe je i sinqert me lejen e Allahut, domethënë do të pranohet duaja dhe do të shkon te Allahu i Madhërisëm dhe Allahu do t'i përgjigjes kërkesës jote. Ihdinas siratal mustaqim, na udhëzon në rrugën e vërtetë. Na udhëzon në rrugën e drejtë, rruga e cila na çon neve për në xhennet. Siratal ladhina an'amta alehim, rruga e cila udhëzon atyre mirësitë të shumta. Na udhëzon pra në rrugën e pejgamberëve, na udhëzon në rrugën e sahabëve, na udhëzon në rrugën e të devotshmive, na udhëzon në rrugën e shahidave e kështu me radhë. Gairil magdubi alehim, dhe jo Zot, dhe mos lejo që na devijojmë dhe të shkojmë në rrugën e atyre me të cilët ti je i hidhruar me ata. Kush janë këta që i themi gairil magdubi alehim? Kush janë këta që Allahu është i hidhruar me ata? Kanë thonë dietarët, këta janë jehudit. Pse janë jehudit? Pse Allahu jehudit i quajti el magdubi alehim? Ata që Allahu është i hidhruar me ata. Thonë dietarët për arsye se ata e dinin të vërtetën, mirë po nuk e praktikonin ata. Ata e dinin ç'është e vërteta dhe vepronin ndryshe. Për këtë arsye, Allahu domethënë i mallkoi ata dhe i bëri ata që Allahu të jetë i hidhruar me ata. Kështu që na domethënë duhet që kur na vjen diçka prej Allahut e prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, duhet atë që ta vendosim në praktikën e jonë. Duhet të reflektojmë me veprat e jona. Wala dallin, e as mos lejo që të jemi në rrugën e të humburve. Kush janë të humburit? Të humburit janë krishterët, thon dietarët. Pse? Sepse ata e adhuruan Allahun shumë, mirë po pa dituri. Nuk e adhuruan Allahun ashtu si donte Allahu, por e adhuruan Allahun ashtu si dojshin ata, ashtu si u vinte ma kollaj atynve. Aty ku u vinte lehtë e praktikonin. Aty ku nuk u vinte lehtë, nuk e praktikonin ata. Kështu që domethënë na nuk duhet të përngjasohemi me asnjërin prej tyre, por se ne duhet të jemi te grupa e parë. Domethënë siratal ladhina an'amta alehim, në rrugën e atyre që ju dha mirësi të shumta. Dhe në fund themi amin. Amin do me thonë o Zot pranoje. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, meleket tha kur thot imami thot wala dallin, thot meleket thon amin, edhe imami thot amin, edhe xhamati thot amin. Nëse këta të trija përputhen me një kohë, atëherë do me thonë ndodhen mëshira e Allahut dhe falja dhe Allah i falen, e falen do me thonë atë xhamat. Elusim Allahun xhaleshanuhu që të na bëj dobi nga që tham, na uzoj neve dhe familjet e jona. Aqulu qawli hadha walhamdulillahi rabbil alamin.